10 hektar tokë në komunën Sakran dhe Frakull po përfundojnë në shtratin e lumit Vjos. Gjatë ditëve të fundit, lumi ka gryer sipërfaqe të tëra toke, duke shtuar shtratin e tij dhe duke zvogluar rrjedhimisht sipërfaqen e tokës që fermerët kanë në pronësi. Ata tregojnë se gjatë një muaji, Vjosa ka përparuar në hapësira të mëdha si pasojë e mungesës së pritave lumore. Sipas fermerëve, edhe disa prita të ndërtuara që gjatë periudhës së komunizmit tashmë janë shkatruar. Gjendja është tepër alarmante. Unë këtu në këtë tokë kam mbjell 3 lym pemë, na 3 lym 700 metra mi ka ngrënë lumi dhe kjo pjesë as e shkombesur paguaj taksën e gjitha gjërat. Pushteti vendor se çka ka bërë nuk e dim, se e ka çuar në instancat e larta, se nuk e ka çuar, kjo është detyrë e tij. Ne kemi për detyrë ta informojmë. Neve kemi 1 hektar gjysmë tokë këtu dhe gjithë tani neve të paktën na është ngrënë mbi gati 1 hektar tokë. Zonat më të rrezikuara janë edhe tokat pranë fshatit Varibob, ku gryerjet kapin një sipërfaqe prej 10 hektar tokë, por edhe në zonën e Kashishtit. Nga ana e bordit të kullimit prej disa vitesh është dërguar në ministri një projekt për ndërtimin e pritave lumore, por ende në terren nuk ka filluar ndërtimi i tyre.